panave, kështu po ju quaj. E ka mirë? Emiliano dhe ende ju sa shumë kënaqësi që jemi së bashku. Çfarë atmosfere, po na re zemra. Faleminderit. Na keni lënë pa fjalë, edhe jeni ato raste që nuk keni nevojë as për përshkrim, sepse të gjithë ju njohin si ata dy binjaka që sillnin gëzim në çdo festë familjare. Dhe ju re zemra fort kur performonin Tupana. Po e zgjoni dhe turmën ama, siç vetëm ju dini ta bëni. Mirë se erdhët, shumë kënaqësi. Mirë se u gjetëm dhe faleminderit. Dhe gëzuar lidhjen e pavarësisë. Tani, ju na bët një dëm, do thoja unë, sepse i gjithë Vision Plus është pas dere. Është pas dere sepse thanë nga ku, nga se vjen ky ritëm me kjo hare, por janë dy binjakët me Tupana që gjithmonë dini të sillni atmosferë. Si jeni një herë? Mirë. Si u gjen ky 28 nëntor? Jeni të gëzuar për festat me shumë angazhime ma mërmendja? Me shumë angazhime, po edhe keni lënë kohë vetës për të festuar, se që dëgjova diçka aty. Po, i kemi lënë vetës për të festuar, por edhe të privilegjuar në një farë mënyrë që jemi pjesë e kësaj feste. Faleminderit që na erdhët. Festa e marrin të gjallë në çdo ditë të vitit. Vetë Tupani që ka të zhurmën që tingëllon dhe bashkues dhe bashkimi dhe më festuar dhe sot pavarësinë. Tani më tregoni pak, çfarë ju identifikon ju në numrat që bëni? Çfarë ju bën të veçantë kur jeni në një gëzim familjar? Kur jemi pjesë e një eventi. Se publiku ju një mjaft mirë tani, kështu që shkojmë në drejtim më teknik. Që na bën më të veçantë nga tjerë, ose kuptohemi, shihemi pjesa jonë që jemi binjakësh. Mënyra se si ne futemi, se si performojmë, edhe pjesa e identitetit që ne jemi të njëjtë, njerëzit e kuptojnë që jemi ne. Binjakët e Tupanave. Qa në binjakët, erë binjakët. Nuk ka binjak të dytë në Shqipëri? Jo, ne mendoj që jemi të vetmit në Europë. Shiko se, jo vetëm Shqipëri, as Ballkan, por ne e Europë. Këtë duhet ta ruani këtë brendin tuaj. Pra që jeni binjak dhe në stilin që besoj performoni. Normal, të stilin e të luajturit, ritmik. Kemi dhe stili që na ndryshon përthuajse nga grupet aktuale që ndodhe. Keni më shumë ritëm dhe më shumë atmosferë. Plus e fakti që jeni binjak, keni një lloj kimie me njëri tjetrin, në qoftë se njëri është një ritëm më shumë, që përcjellim kur hym në skenë publik, pjesa e të luajturit e kombinimit ritmik, pjesës e duke përshtatur me muzikën, të luajturit vllai mund të luajë domethënë drejt duke unë hyrë kundra tem, edhe kjo bën një përshtatshmëri për që ata që kuptojnë vërtet, thotë, okej, ta djemë që kanë shumë të mirë. Edhe jeni vërtet të mirë. Në fakt që nuk është nga parë që ne kemi në studio, na keni qenë edhe një herë tjetër, na keni performuar në studion e 7-5-s dhe patjetër tham që dy çuna, dy binjakët me Tupana do na bashkoheshin dhe në këtë festën e madhe në studion e Mesdritës ditën e sotme. Gjatë bisedës do ju sfidojmë pak Tupani, ndoshta në histori e përket një zone të Shqipërisë, po sot do e shtrim në gjithë Shqipërinë. Do të them për shembull, nëse jeni një dasmë shkodrane, si është ritmi, një dasmë mallakastre, si është ritmi, po këto do i bëjmë rrugës. Mirë, do ju sfidojmë pak, për qef, vetëm të japim atmosferë. E vëmendjes, po kur gjërat shkojnë, ne po flasim për rastet më të mira, po kur gjërat nuk shkojnë shumë mirë, kur dasma bëhet e vakët, edhe kur ritmi bie, kur të gjithë janë turrur tek pjatat. Kjo është çelësi se si. Ç'bëni ju për të zgjuar? Ka shumë pak dasma në këto, se shumë dasma ngrenë. Ka dasma që kanë ritëm të ullët. Të dasma shqiptare shkojnë të torë. Besojmë për shkak të grup mosha në vasë, ndikojnë shumë faktorë, por ne futemi aty, performojmë, është e stili jonë, por nuk e shojmë që ka gjallëri. Zgjohen. Edhe ka disa zgjohen, ka raste që nuk zgjohen gjithë, edhe marëm shkofa t'i vëtim këtu dhe. Nuk keni gjetur dhe ju në një teknikë si Fatmira Berçani, që u thoni nuk keni... Ose i afrojmë, është një pjesë nga cëmimit që është dhe muzika vetë Tupani kur hynë në salë dhe tingëllon, është ajo që të ngacmon vetë dhe të zjon. Të zjon, të zjon. Do synimi im është që, synimi im dhe vllajt është që aq pak sa do performoj, ta shihen gjithë pjesën dhe mos bëhet i bezdishëm. Dhe në momenti që shohim tavolina që thjesht po rrin ulur, okej, dikush del në anën tjetër të sallës, dikush në anën, edhe i ftojnë thjesht që jani kërceni festone. Bëuni pjesë e festës. Do ta bëjmë atë testin patjetër. Do ta bëjmë patjetër, si jo. Një festë e madhe në çdo tref të Shqipërisë. Sa vjeç je ti? 24. 24 është e kytë. Do të thënë, ky është 24 e 1 minutë, je më i madh 1 minutë apo jo? Ajo aty 1 minutë më i madh. Mirë.
Gjëna herë. Bindet. Mirë, e di pse po pyet, sepse ndoshta edhe pak, do ju duhet edhe pak, atë ma thoni ju, mos do bëni gati për ndonjë Tupan Academy që të mësoni të rinj, të cilët duan ta trashëgojnë traditën, instrumentin, edhe ti mësoni si të luajnë Tupan. Doni ta ndani ndërpresa. E keni menduar? Është bërë vitet e fundit, është bërë një trend. Edhe është risjell Tupani, pse ka qenë një nga instrumentet më të vjetra që janë këto lashta. Edhe është bërë një trend në gjithë trevat shqiptare, sa lidhje jugu e lindje, por shpesh ta shkruajnë, na kontaktojnë që a bëni kurse, kemi dëshirë të mësojmë Tupan. Si jo. Edhe ne kam bërë shpe këto kërkesa, ka vitet e fundit, por ti shkur e mendoj ndonjëherë, është bukur të rritësh breza duke ushtruar si profesion Tupani. Edhe ndonjëherë mendoj që pse jo, më të si është dhe si punë për mua, por është gëzim kur do shoh që ka kërkesë për të mësuar Tupanin. Bukur. Pra mund të trashëgoj. Do i merrni Tupana tani? Ta dëgjojmë si tingëllon çdo zonë? Po. T'ju bëjmë ndonjë test të vogël? Test i vogël. Nuk i kishim përgatitur dje për këtë, po na shohin dritë sy. As neve s'ishim përgatitur për këtë, me thënë drejtën, por meqense jemi, është totalisht spontane. Është më shumë vonë të marrë një përvojë. Po, është thjesht përvojë. Ku ka test që ju se kaloni? Përveç ju, që do kërcen, do kërcen dhe ata që përna shikojnë live. Pak po e sigur. Ne nisur festa. Ne do kemi një zonë dhe ju do nisni nga tingulli. Ose, për shembull, ta formulojmë një pyetje, ndoshta që tu përshtatet çunat, mos i vëmë çunat e siklet. Në qoftë se flasi për një dasmë vlonjate, si festojnë vlonjatët në zhurmë në ritëm. Pa hajde. Shkurtimisht, se s'është e thënë, se kemi shumë zona, kështu që. Si shkon Tupani Vlorë? Tupani, përsa i përket muzikës jugut, ata janë te muzika popullore, domethënë pogoniste. Më i qetë. Shumë të defi. Të defi. Po, është e qetë. Kurse përsa i përket, nëse futemi në veri, pastaj ka Tupan. Kemi një tjetër rrymë muzikore. Me të shtatë pak muzikën si nga Vlora. Pak def, duke lujnë Tupan defi. Mirë, duke lujnë defi në Tupan. Kjo ka ndodhur më parë. Një kërcen si nga Vlora, një kërcen si nga Veriu. Si? Një kërcen si nga Vlora, një kërcen si nga Veriu. Po ju e kuptoni thelbin. Faleminderit çuna, na kishte marrë vërtet mallet kërceni, mos e nuk martohet me askush tani, ja kemi ndier mungesën një kërcimi. Po pse nuk shkojmë në Prenjas? Se ju nga Prenjas. Se mos vime në Prenjas si juaj, po. Aty ku ure zemra. Po, aty ku është rrënja jonë. Pa hajde, të gjënë, qdo bëni t'ju për? Po ta gjoni dhe u shkojmë mendja ku shesht. Mirë. Pa hajde. Rrim gjithmonë për balë kamerave. Kërnojmë me atë këngë. Po thjesht, kërnojmë me atë këngë. Ju jeni vinjak, si nevojt të flisni, thjesht me... Me telepatin që keni... U kuptuan me një herë, edhe kur shkojmë në Prenjas, kuptojnë dy fish. Ishte të shmije gjallë kjo, atë këngën thanë. Pa hajde. Dhe kur shkojmë, gjitemi, shkojmë në Veri. Shkodër, Malsi, Puk, Fusharës, Kukës, Stropoj, Dardani, ku të doni ju, por në qoni në Veri? Shkojmë të Tupani tani. Gati. Shi, asë nuk e komunikuar me njëri tjetrin. Ishte nga darë të fëtë.
bukur. Fantastike, po vetëm po ta gjoni sa po më rre zemra. E disa falenderues u jemi sot, u jemi jashtëzakonisht shumë. Ne edhe publiku që ju ka ndjekur, të papar. Po nuk e di pse nisëm me bisedë, ne ta kishim mbajtur vetëm me Tupana. Nuk është nevoja ju flisni për bukurinë me muzikën tuaj, realisht për mënyrën se si e përçoni tek publiku. Keni ndonjë gjë që s'na keni treguar? E lëm diçka për në fund bas. E lëm diçka për në fund. Por edhe një gjë të vogël, më lejom sepse edhe nuk shkon, ne tani nga gjithë Shqipëria jemi mbledhur në Tiranë. Tirana është kërtiza e Shqipërisë, dhe nga aty nis diçka se si festojnë tironcit. Qete ëmbël, qete bukur. Sepse Tirana është një ndërthurje midis jugut, midis veriut, por sigurisht i 100% autentike dhe ka traditat e zonës. Pra, po i ka të dyja ritme. Ç'boni ju kur keni ndonjë dasmë në Tiranë? Mund të them që dasmat e Shqipërisë mesmet janë dasmat që kanë më shumë atmosferë, se njerëzit dasmorët janë... E keni thënë, janë dasmorët më gëzueshëm. Çfarë e keni? Ato kanë atë muzikën e tyre tipike që u përshtatet, por kur futen Tupanat është diçka që është ndryshe për ata. Po, për ato. Edhe ndryshon gjithë ritmi. Po janë pjesa e ritmit të lartë, ritmit shpejt. Mendoj që ne, jo se nuk e shijojmë në dasma tjera, por aty dhe kënaqemi më shumë, ose performojmë, e japim veten gjithë shka. E sa i dash kanë dasmat e Tiranës ta 2 djemë, qka bërë Tirana që ua ka marrë zemrën? Faj të gjojmë, si është problemi ju, ta dasmorë Tiranës. Asë një nësë është nga Tirana, po kemi Florencë. Jemi në Tiranë, përveç Florencë, po, jemi tiranizuar. Ke fjallë ti binjakëve të Tupanave, ka që do thimi deri në Tupana show, mirë. Tani, ne do ikim, sepse s'doj përsim më. Largojmë të dy, do të ambullni vetë për bukuri. Vetëm performoni, nuk e di që keni përgatitur për këtë pjesë për mbyllëse të kësaj bisede. Nëse ne morëm gjithë trevat baka shumë, edhe këtë të fundit, dhe mbyllim me diçka, po mbetet surprizë. Mbetet surprizë, do në e tregoni. Do një merak të fundit për të thënë të rinjve që të gëzojnë dhe të festojnë me muzikën shqiptare, keni ndonjë kërkesë për ta? Si fillim do të thoya, ju jemi falenderues të gjithë atyre që vlerësojnë punën tonë edhe na bëjmë pjesë të çdo eventi të tyre. Edhe që na inkurajojnë akoma më shumë tek profesioni jonë. Edhe për të rinj që kanë dëshirë që mësojnë Tupani, të mësojnë. Ta të 2 djemët janë të duhurit për ju. Por, nëse duan ta mësojnë, është për ne është gëzim, sepse është trashëgimi. Si gjua kanë trashëguar juve dhe ju doni ta trashëgoni. Dhe me këtë pjesë të fundit, urojmë gëzuar pavarësinë gjithë shqiptarëve. Gëzuar festën e flamurit, ne të dy ikim se jemi të tepërt, e ndjen veten që jemi të tepërt. Ikim. Dhe qëndrojmë ne. Pas pak.